Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam të ftuar një artiste shumë të veçantë të Shkodrës, një artiste që të gjithë jetën e saj e ka të lidhur me muzikën e bukur popullore shkodrane, por dhe me ato moderne. Kam të ftuar Lulka Mërkulën. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjes. Faleminderit që pranove ftesën time. Faleminderit për ide që më ftove në këtë emisionin tanë, edhe të uroj suksese, sepse është rrugtim i rim duke. Po. Sukses. Faleminderit, është shumë kënaqësi edhe për mua. Lulka, duhet të di një artiste kaq e mirë sa ti. Duhet të di se si e nis ditën Lulka. Atëherë, unë nuk jam vetëm kantare, ti e din shumë mirë, jam edhe mësuese, edhe si zakonisht me atë vërguin e për me shku vrak në punë, qohem heret, kuptohet mbasditja, pastaj është pak e ngarkume, sa po vi nga shkolla, është pak e ngarkume me këto punë të shtëpisë pak si ne. Si të gjithë vajzat. Po, edhe këto angazhimet artistike, kuptohet edhe me punu pak për këngë të reja që kanë dalë në treg, me imësu, bashkë me vllain, punojmë diçka, kështu dita është e mbushur. Kur kena pushim shetisim. Pjesa tjetër plot angazhime. Po, pa tjetër. Lulka, ti një mësuese. Si është lidhja jote me fëmijët? Atëherë, nuk e di nga që më shohin edhe si të vogël. Ju duket sikur jam shoqja e tyne. Sa po futem sidomos në klasat e fillores, dhe edhe aty bëjmësim, sa po futem më përqafojnë, më dojnë forca, ose sa hy në orë të mësimit, bërtasin, muzika. Është kjo ndjesia, mendon që e bën lënda këtë ndjesinë e veçantë, apo personi që ti je? Patjetër, gjithmonë, artet pamore, muzika, sporti, fiskultura, kanë kanë arktim për fëmijët në krahasim me lanë të tjera dhe gjithmonë është shumë ma e kollajt për fëmijën, edhe ma e këndshme, ma e gëzueshme për fëmijët. Lulka, u bë shumë vite që ti je një mësuese, dhe unë besoj që ti je një mësuese e mrekullueshme. Nuk kam asnjë dyshim. Si kanë ndryshuar brezat e fëmijëve, Lulka? E kujton kohën kur ti ke filluar të japësh mësim dhe sa kanë ndryshuar sot? Atëherë, siç thash edhe më përpara, fëmijët sot të konsiderojnë sikur je një shok i tyre. Kjo është edhe gjë e mirë, por ka edhe pak anën që kanë filluar domethënë pak atë jo disiplinë, nuk është duhet edhe pak disiplinë, sepse me bazë si që dojnë ata vetë, nuk bëhet ora mësimit, rregull, duhet me gjetë gjuhën e përbashkët me fëmijët që pak arktim edhe pak seriozitet. Përpara ka kanë shumë seriozitet. Unë kur kam marrë muzikë përpara, kena pas 2 orë në javë muzikë dhe kam mujtë pa frikë më uvu, si thush, me uvu përballë nxënësve të shkollës muzikës, por sa i përket solfezhit, kuptohet të fëmijëve të fillimit, të fillestar. I kam mësu strikt për me lexu notat, me kënu, kena mësu fyllin, nërsa sot është i fije masët, nga që është edhe 1 orë në javë, fëmijët dojnë ma shumë arktim, kanë qef ma shumë thjesht, notat janë thjesht sa për kulturë, me i ditë fëmijët cila është nota muzikore, disa gjana bazë të muzikës, por ma shumë kanë kënaqësi, bëj shumë pak, dhe më thanë, bëj atë pjesën e lanës që kam, temës që kam, dhe mandej na vazhdoj me duke ja u plotësu dëshirën fëmijëve, por kam një, si thush, një diçka të mirë, një favor, që në shkollë kam kabinetin e muzikës, kam boksat, kam kompjuterin, kam vegla muzikore, kena dhe bandën e fëmijëve me aftësi ndryshe dhe dorit, edhe janë edhe instrumentat aty dhe shpeshherë dhe ju tregoj instrumentat, i shohin me sy. Dhe më thanë, e kam shumë atlet me dhanë, se përpara me një thjesht një magnetofon, ktheje shiritin ose magnetofonin, ktheje disa herë, edhe me kaset kam bë mësim, ose ju kam kënu vetë këngën, po tash është e nevojshme sepse ju alshoj disa herë këngën me ndigju edhe bashkë me ta kënoj dhe mësojmë shumë ma shpejt, shumë ma kollaj. Lulka, po aktivitetet e shumta, sa i ndihmojnë këta në zonë, sepse unë e di që ju organizoni shumë aktivitete, ku ti je ajo
mësuesja kryesore e organizimit të tyre. Sa hy në shkollë, mëngjes, mësuse kur të na marrë, Kur të bëjmë aktivitete. kur kena prova. Unë filloj dhe, do të thënë, çdo kena një plan, çdo muaj ka aktivitetet e veta, për shembull për festat e nënorit. Tash kemi aktivitetin për ditën e alfabetit shqip dhe fillma saj kena festën e flamurit. Dhe po përgatitem, do të thënë, me këngë, vadhe, recitime, dramatizime, plus që edhe mësuesat e tjerë bashkëpunojmë bashkë me ta, dikush bën mësuesi i artit pamor bën ekspozitën, mësuesi i fiskulturës bën një kupë, për shembull kupa e kupa e çlirimit ose kupa e diçka që lidhet me datën që propon aktiviteti. Bën panajire, organizojmë shumë shpesh panajire dhe fëmijët i kanë shumë bukur. Mësueset e tjera merren jo me organizimin e klasës të zbukurimeve të ndryshme. Do thënë, ka shumë gjallëri aktiviteti. A i ndihmon këta fëmijë nga ana sociale? Të afrohen më shumë me njëri tjetrin? Është shumë gjë e bukur kjo, sepse përveç anës argëtuese është edhe kjo ana sociale që fëmijët të mësohen me njëri tjetrin, jo vetëm me ato të klasës që kanë shokët e shoqet e klasës, por krijojnë edhe lidhjet e tjera me të niveleve të tjera, për shembull të klasave të më të ulta ose edhe me filloren, sepse nuk baj dallime, domethënë në gjithë shkollën unë marr edhe prej fëmijëve të fillores edhe prej fëmijëve të 9 vjeçares. Lulka, përveç se një mësuese shumë e mirë, është një këngëtare e mrekullueshme. Dua si fillim kisha shumë dëshirë që të na këndoje një këngë shkodrane, që këtë mëngjes të gjithë në Info Plus të zgjohen me një këngë të bukur shkodrane nga Lulka. Atëherë nëse ti e ke të bukur. Faleminderit e dashur. Ti më je si një gongje e bukur lulzimit. Ti më je si një gongje e bukur lulzim. Nuk të gjinde të shoqja veç në kopshtin tim. Nuk të gjinde të shoqja veç në kopshtin tim. Hajde moj, veja moj, hajde lule, boj shevoj. Faleminderit e dashur, je kaq e mrekullueshme. Të falenderoj shumë për këtë muzikë kaq të bukur që na solle, për këtë këngë të mrekullueshme. Kur ka nisur rrugtimi jot në muzikë, Lulka? E mban mend? Po, unë kam qenë e vogël, babën e kam pas instrumentist, i ka ra fizharmoniks edhe gjithmonë mblallshim me fisin. Për të kënduar. Për me kënu edhe më veshin me të volinës. Fillosha me kënu, unë jam rrit me këngët e vjetra popullore, qoftë shkodrane, qoftë Shqipërisë mesme dhe i kam shumë për zemër, i du shumë këngët e vjetra popullore. Përveç këngëve popullore, na jena rrit me këngët e festivaleve. Atëherë baba, familja, baba dhe nana, duke pa atë talentin tëm, fillunen me më aktivizu, po kështu edhe mësusja e shkollës muzikës, e shkollës 8 vjeçare në atë kohë. Duke pa që edhe unë kam dëshirën edhe talentin, Suzana Mushani më ka dashur shumë e përshëndes. E përshëndesim shumë. Dhe duke pa talentin tem, filloj të më aktivizonte si soliste në grupin artistik të shkollës 8 vjeçare në Koplik, sepse unë kam jetu diku në Koplik. Dhe përveç asaj, më aktivizoj edhe me festivalin në Shkodër. Në atë kohë ka qenë shumë e vështirë, sepse nuk kishte makinat si që janë sot, autobuza apo makina. Në atë kohë kishte një autobus që vite 3 herë të ditë, vetëm për mësuesat, dhe ishte shumë e vështirë me lviz kur të doshe ti. Shpeshherë kam fjetë të shtëpia saj, merte me vedi, me fjetë të shtëpia saj kur kishim prova. Jam aktivizuar edhe me Shtëpinë e Pionierit, por sidomos për sa i përket festivaleve, unë kam marrë pjesë në festivalet lokale dhe më pas ato kombëtare, ku kam fitu edhe çmime. I mban mend ato emocionet e para të çmimeve. Ka qenë një këngë në atë kohë, ishin demonstratat në Prishtinë, që një vajzë vogël e xuni tanksi i serbëve, dhe
në atë kohë më duket se Mark Kaftalli është teksti jo Mark Kaftalli. Më fal, nuk e di, domethënë tash nuk e kujtoj shumë mirë. Ishte këngë shumë emocionuese dhe unë e kënova me shumë shpirt, me shumë emocion. Ishte ndoshta edhe situata dhe në atë kohë u bë festivali në Pallatin e Sportit dhe i gjithë publiku u çu në këmbë. I dhanë çmimin një këngës tjetër, kuptohet edhe aja ishte e bukur, por gjithë fillunin të brorit për këngën që kisha kënu. Mori çmim të dytë, po. Mori çmim të dytë edhe prap shumë mirë, domethënë si arritje. Po, si arritje. Pastaj kam marrë pjesë edhe me këngë të tjera të bukura, kam fitu çmime të treta, Traktori i parë, ka qenë një këngë që ju kushtonte Traktori i parë. Kështu, domethënë u aktivizova përveç festivaleve dhe me këtë Shtëpinë e Pionierit, kur kishte aktivitete të ndryshme në rangën e qarkut të Shkodrës. Pastaj vazhdova në shkollë muzikës, fitova. Vazhdova shkollën e mesme artistike Prend Jakova për kanto. Më pas edhe këtu kisha marrë pjesë në grupin artistik të shkollës. U kena zhvillu shumë aktivitete, jo vetëm në shkollë, por edhe shkoshim në për ndërmarrjet e Shkodrës dhe jepshim koncerte, edhe në për fshatra. Më pas mbasi mbarova shkollën e mesme, dhash konkursin për shkollë të lartë, por duke pa që isha shumë e vogël, atë zonin e pëlqynin bile thoshin, si ka mundësi nga del ky zon. Më thanin që ti duhet vish ndoshta mbas 1 ose 2 vjetëve, mbasi të piqesh edhe si za, pak më shumë, por edhe të rritesh pak. Isha shumë e vogël. Ti qenë më tha, ditë Mihali, për me të vu shallin e Pionierit edhe herë. Unë kam marrë pjesë edhe në vit 3, kam qenë gjimnaz, në gjimnaz, në shkollë të muzikës, kur kam kënu festival të pionerve. Për emocioni veçantë. Pastaj edhe me shkollën e lartë, në shkollën e lartë me grupin artistik, kena pas profesor Gjavit Tojkanin, i cili nuk jeton më, shumë njeri mirë, njeri mrekullueshëm, kena bërë shumë aktivitete, po kështu edhe me grupin artistik, kujtoj një herë që kena pas qenë në Hidrocentral, shkume me dhanë në koncert dhe na priten shumë mirë. Një herë tjetër kena kanë brigatë kulturore, mojmë në Malsi, kena shku në Brek Lumit me makinë dhe ka qenë një përvoj e paharruar. Ishim 10 vezë, 10 studenta, ishim këngëtar, letrar, nga Gjule Tërsia, nga shkencat e tjera më duket, dhe ishim një grup shumë simpatik, shumë i mirë, që e kemi marrë me kam nga Bregu i Lumit dhe kena dalë në liçenin e Fierzës, atë komanit, nuk e kujtoj, duke shku fshat në fshat, duke fjet nga i natë dhe jepshim koncerte. Secili prej fshatarëve do të më na marrë, të tanë doshin më na marrë në shtëpia. Një përvojë shumë e paharrueshme. Kështu mandej vazhdova nga shkolla e lartë, mbarova shkollën e lartë, vazhdova si mësuese, jam aktivizuar edhe me qendrën kulturore në atë kohë në Koplik, ka pas një aktivitet shumë të madh në Koplik me qendrën kulturore, estradën e Koplikut. Kena zhvillu shumë aktivitete. Pastaj dola si kantare. Kur erdhi kënga e parë për lulkën? Atëherë, unë në vitin 1996 kam fillu bashkëpunimin me grupin Marimanga, nxorra kasetën e parë, sepse në atë kohë kanë qenë kaseta. Ishin me kaseta, po. Ka qenë kënga Hopa Hopa, po na dridhe toka. Më pas kënga e Smeres, Se unë të dua, kanë qenë disa hite në të fillimit që më banë të njoftun, sidomos kënga e Smeres, edhe kjo Hopa Hopa, Lulja Uqinit, ishin 2-3 këngë të fillimit që unë fillova të marr emri. Që vazhdojnë të mbeten këngë Po, shumë të vazhdojnë bukura. të mbeten, edhe unë vazhdoj të iknoj përsëri në gëzimet familjare ku më thrasin. Pastaj me grupin Marimanga vazhdova bashkëpunimin, kena bërë 8 albume. Çdo album ka hite shumë të bukura, 1 ose 2 hite. Përveç se sillsha këngë treja, që ishin
shumë përpara me muzikën që kishte në treg, isha pak më avancuar, isha pak më moderne, sepse ishte e tillë muzika që bashin grupi që kisha unë, grupi muzikor, ata ishin shumë më përpara për nga muzika, shumë më përpara se ne. Ndërsa tash ka zhvillim të madh muzika edhe tek ne. Në 8 albumet unë kam po të thush thash si një ose 2 hite që janë në të gjitha, por shumica këngëve janë shumë të bukura. Janë të reja, disa ka dhe këngë të cilat i kam risjell, për shembull siç ka kanë kënga Moj Lulije, e solla pak më ndryshe versionin. Këngë të vjetra shkodrane që i kam bë dhe ato i kam bë me pak modernizim. Këngë të Shqipërisë mesme i kam këndu kështu. Cila është ajo këngë që ti e mban mend si ose e veçon si më të bukurën tënde? Ndoshta këngët nuk mund t'i veçosh. Më pëlqejnë tana këngët. Të pëlqejnë të gjitha. Në përgjithësi, më pëlqejnë shumë baladat. Ka ndonjërin që mund ta veçojmë për shembull? Mund të jetë një që e ke më për zemër. Po. Është një këngë që së fundmi ka mballë një videoklip shumë të bukur. Më fal që të deshta. Që të deshta shumë falje të kërkoj, me gjithse fajs kam akoma dashuroj, më duaj pak dhe ti, jo sa të dua unë, se s'ka në bot, dashurita mund. Ka që bukur kjo këngë, dhe zërit brillant. Janë edhe këngë që kanë mbet, si të thush në repertorin tem, që vazhdojnë e kënohen, si që është kënga Dora Gaboj. Kënga ime preferuar. Shumë për zemër. Është kënga që kënoj me Bashkim Alibalin, Don Juan, është shumë e bukur. Kënga që kënoj që e kam shumë për zemër, kënga me Adnan Balën, një këngë që e kam kriju vetë tekstin dhe muzikën, ndërsa orkestrimin e ka bërë me shumë mjeshtri Andi Onaza. Është një nga këngët që unë sa herë që futem në për dyqanet e Shkodrës, si na kënaq shpirtin me atë këngë. Unë e kam bazu tek këngët, tek motivi vjetër popullor shkodran. Nuk e di më ka ardhur ashtu, është një këngë që unë e kam bërë shumë shpejt. Shumë e bukur. Dhe shkodranët e kanë shumë për zemër. Qoftë tekstin dhe qoftë melodin më ka ardhur aq shpejt sa unë jam habit me veten sa shpejt e bana. Dhe nuk e disha se do të pëlqejet kaq shumë nga publiku, por gjithsesi unë e kisha shumë për zemër. Mund ta këndosh pak? Atëherë, ndoshta ishte pak gabim që unë rash ndashni me ty, por jo ndjenjat nuk kanë kthim, e dashnia nuk ka sy. O sa shumë për ne kanë fole, sa ram na kanë gjyku, por për njerëzit s'kena pyet, na jem dasht e jem dashnu. Për asgjë nuk jam pëndu, ti ke kënë gjithçka për mu, dhe pse pak unë tash jam plak, si dikur hala të du. Nuk e dia ka dy jetë, një në toke, një në qelë, një mjetë si kur ti kisha, prap me ty do doja tisha. Bravo, Lilka, në ke kënaqur këtë mëngjes me këtë kjo është këngë që jo kushtohet çifteve që kanë vite që dashurohen, edhe atyre mundimeve që vazhdojnë të dashuruar. Një këngë shumë e bukur dhe një kujtim shumë i bukur për ty, me që edhe e ke shkruar vetë dhe muzika është e jotja dhe kaq mjeshtrisht e sjellur, Lulka, të falenderoj shumë edhe që na solle në studio duke e kënduar. Tani ti e di se unë dua këngën time të preferuar. Nëse ti e ke të mundur do ta këndojmë. Dora Gaboj është një këngë e viteve të para të karrierës time. Ndoshta mbas 3-4 viteve që kisha filluar me këndu me grupin Marimanga, dhe kitaristi i grupit Marimanga, Mustafa Dreshaj, ishte edhe kompozitor, ishte edhe tekst shkrues, edhe bënte edhe muzikën, edhe shumicën e këngëve, disa prej këngëve mi ka bë me tekste shumë bukura, disa baladat bukura. Kjo ishte ndër këngët që mbeti hit. Dhe vazhdon të dëgjohet dhe të këndohet. Unë e dëgjoj edhe sot, është një këngë kaq e bukur. Po, është një këngë që tingëllon edhe për kohën edhe sot, për çiftet. Shumë aktuale. Për çiftet që ndoshta
do më thënë, nuk arrin të bashkohen, mbesin kujtimet. Dora gaboj, ndoshta thjesht sa më një gjuzanin e ti. Është një tekst shumë i bukur, edhe melodia është e gjetur, muzika është e bukur. Atëherë, mund ta këndojmë pak? Pak. Refrenin. Më falo dashuri, për ne është vonë e di, veç deshta dhe njëherë, zanin me tani. Më falo dashuri, për ne është vonë e di, veç deshta dhe njëherë, zanin me tani. Sa e bukur kjo këngë. Faleminderit shumë Lulka. Për ta përmbyllur dua një thirrje për ty, për të gjithë ata që dëgjojnë dhe bëjnë muzikë të mirë, por edhe për ne të tjerët që nuk e jemi shumë, por vetëm e dëgjojmë, nuk e dim të bëjmë muzikë, por vetëm e dëgjojmë ata. Atëherë, duke dëgjuar shumë prurje të reja, do kisha dashur që tekstet e këngëve të ishin më të bukura, të jepshin më shumë mesazhe. Shumicën e teksteve të mia i kam që japin shumë mesazhe, japin mesazhe dashurie, japin mesazhe paqe, japin mesazhet e kurbetit apo diçka. Janë disa tekste që nuk e di s'kan kuptim. Thjesht vetëm fjalë që rimojnë. Atëherë, edhe mësim kur jap i orientoj nxënësit drejt muzikës së bukur dhe të pastër. Qoftë muzikës së bukur shqiptare, qoftë edhe muzikës së bukur të huaj. Se unë s'jam që t'jemi vetëm, si thush, racista dhe t'nigjojmë vetëm shqip. Duhet që t'nigjojmë shqip, po t'nigjojmë edhe muzikën e bukur të huaj. Atëherë, të gjithë të rinj të orientohen drejt muzikës së bukur. E thjesht shumë e bukur. Faleminderit e dashur që ishe me mua këtë mëngjes. Faleminderit edhe ty për ftesën. Për mua është kënaqësi. Të uroj shumë suksese në emisionet edhe në emisionet të tjera. Edhe dua të falenderoj edhe të gjithë ato admiruesit e këngëve të mia, të cilët më shkruajnë, komentojnë, nuk lodhen kurrë. I falenderoj me gjithë zemër dhe t'ju them se së shpejti do vi me projekte të reja. Faleminderit ty dhe ne do të presim për të prezantuar projektet tuaja të reja. Faleminderit shumë. Faleminderit për të gjithë ju që na keni ndjekur deri në këtë momente në Info Plus. Takimi radhës bashkë të hënën në Star Plus Televizion.